Dhe duke qenë se demokratët e përsërisin vazhdimisht akuzën ndaj kreut të socialistëve se në një farë mënyrë e ka kthyer vendin në diktaturë, data e sotme është një datë simbolike për treguar luftën ndaj diktaturës në një farë forme. Ky është mesazhi që demokratët synojnë të përcjellin përmes protestës së ditës së sotme, por sigurisht që dy kërkesat e tyre janë të qarta, dorëshja e zotit Rama, por edhe një qeveri teknike janë shprehur demokratët për që të hapur rrugë zgjedhjeve të lira dhe të ndershme sipas tyre. Në këto momente është edhe kreu i Partisë Demokratike, zoti Berisha, që ka mbërritur në selin blu, që ne e kemi ndjekur dhe pasqyruar edhe herë të tjera, në fakt Ermal, që ka ardhur në selin e PD-s dhe prej aty është nisur në drejtim të kryeministrisë së bashku me grupin e tij të mbështetësve dhe të funksionarëve të lartë të Partisë Demokratike. Sigurisht që këtë herë protesta ka patur një spostim me një orë, ka qenë menduar që protesta të niste në orën 17, por është spostuar në orën 18 për shkak të muajit të shenjtë të Ramazanit. Ka protestues të cilët agjerojnë dhe për këtë arsye është gjetur kjo zgjidhje nga Partia Demokratike që orarin e protestës ta spostojë me një orë në mënyrë që t'i lë mundësi edhe protestuesve që agjerojnë që t'i bashkohen protestës. Jemi me pamje të drejtë për drejta, Daniela, duke në fakt edhe Kryedemokrati që tani më është futur brenda selisë të Partisë Demokratike, ndërkohë edhe sot do të jetë po njëjti itinerar, nëse do ta quajmë kështu, pra dalja nga selia e Partisë Demokratike dhe më pas vijimi në këmbë drejt bulevardit i shoqëruar nga disa prej figurave kryesore të kësaj force politike? Po, Ermal? Po, Daniela, nuk e din se më dëgjon tani, besoj jemi së bashku sërish, isha duke të drejtuar një pyetje në raport me dëgjoj, atëherë për sa i përket itinerarit, sigurisht që do të jetë i njëjti itinerar që është ndjekur edhe në protestat e shkuara, pra zoti Berisha do të dalë nga selia e Partisë Demokratike pas pak minutash, pasi të ketë edhe bisedimet e fundit me grupin që bën edhe organizimin e protestave në selinë e Partisë Demokratike, pasi jo me çdo detaj merret kryetari i partisë, zakonisht merren sekretari i përgjithshëm, sekretari organizativ apo shefi i organizimit në selinë blu, zoti Klevis Balliu. Pra pasi të bëhen edhe ato orientimet e fundit, zoti Berisha do të niset bashkë me leadershipin demokrat dhe me mbështetësi që ndodhen pas shpinës në oborrin e selis blu për të shkuar drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, aty ku, sikur se theksova edhe pak më herët, do të mbahen fjalime dhe më pas demokratët do të futen në aksion, mbase edhe duke hedhur molotov apo edhe me thirrje në drejtim të kryeministrit Edi Rama, i cili gjithsesi nuk është zgjedh që në protestat e Partisë Demokratike të mos jetë në zyrë, por thirrja është, po themi, politike nga ana e demokratëve për si një mesazh drejtuar kryeministrit Edi Rama, po? Qartë, ndërkohë Daniela, ne do të vijojmë dhe qëndrojmë së bashku për të mësuar të tjera detaje, qoftë edhe nga nisja e Kryedemokratit nga selia në rrjetin e bulevardit, ndërkohë në një komunikim tjetër të drejt për drejt kam kolegen Razila Muslimaj për të parë se çfarë po ndodh atje. Razila, jemi së bashku, ndërkohë edhe në bulevard ka nisur gjithashtu prezenca e protestuesve të parë, apo jo? Ermal, ju përshëndes nga bulevardi Dëshmorët e Kombit. 10 ditë më pas protestës 10 shkurtit, demokratët janë mbetur sërish përballë kryeministrisë me të njëjtin motiv, kërkojnë largimin e kryeministrit Edi Rama, kërkojnë rrëzimin e qeverisë së tij. Kjo, siç ka thënë zoti Berisha, do të jetë një nga protestat më të mëdha të organizuara nga Partia Demokratike, por në fakt zyrtarisht ende nuk ka nisur për të kuptuar forcën e numrave me cilat paraqitet partia më e madhe opozitare në vend, këtu në bulevardin Dëshmorët e Kombit për të disa të herë, duhet thënë, protesta zyrtarisht do të vjetë zoti Berisha, së bashku me një pjesë të protestuesve dhe të demokratëve që e shoqërojnë atë. Unë nuk e di nëse më dëgjoni, po disi vështirë, ndërkohë pa mundur në fakt për shkak të muzikës së lartë, por protestuesit kanë filluar të mblidhen nga pjesa ku
është e pozitive